Bypassi i Vlorës është tashmë totalisht i kalueshëm, duke filluar prej zonës së Pusit të Mezinit, kur kalon më pas në Kanin, sipër radhim fshatit, në Trajazet deri në Orikum, automjetet mund të qarkullojnë me lehtësi nëse duan të shmangin qarkullimin e rënduar rrugor dhe mos të ngecin në trafik në brendësitë të qytetit, specifikisht për gjatë Bearit në Vlorë. Firma e cila po realizon këtë projekt ka përfunduar punimet që mund të prekin rrugën dhe të ndikojnë në bllokimin e qarkullimit rrugor të automjeteve në këtë segment, kështu që rruga është hapur totalisht dhe do të jetë e tillë edhe në vazhdimsi. Punimet ndërkohë për projektin në fjalë po vazhdojnë, por jo në segmentin rrugor, por në plotësimin e veprës me të gjitha elementet e kërkuara të sigurisë. Kantieri final i ndërtimit është postuar vetëm në fshatin Kanin, ku në këtë fshat firma që po realizon këtë projekt po punon në 2 drejtime për përfundimin total të punimeve për krijimin dhe rehabilitimin e hyrjes së re të fshatit Kanin, e cila e lidh bypassin me fshatin. Hyrje kjo në të cilën është hedhur edhe shtresa e asfaltit, duke bërë që kjo punë brenda pak kohësh të quhet e përfunduar. Një kantier i ndërtimit është edhe në afërsi të restorant Shpella e Fikut, ku kjo firmë po realizon një prej projekteve më të rëndësishme të bypassit të Vlorës. Vlen të theksohet se prej fillimit të muajit dhjetor, bypassi i Vlorës u bllokua për kalimin e automjeteve, për shkak se rëshitja e një masivi dheu bëri që të dëmtojë segmenti rrugor dhe rruga të shkatërrohej totalisht. Në këtë pjesë e cila më parë shfaqi anomali, janë bërë fortifikime me plinta dhe bariera anësore në mënyrë që dheu mos të rrëshjas. Ndërhyrje e tillë është bërë edhe në disa pjesë të tjera të segmentit rrugor, ku ka më tepër rrezikshmëri për rrëshitje të dheut. Gjithashtu projekti në vazhdimsi pritet të plotësohet dhe me të gjithë sinjalistikën e përshtatshme, horizontale dhe vertikale, teksa do të punohet edhe për fortifikimin e disa pjesëve të malit për mos të lejuar që të kemi rrëshitje të gurve. Sipas informacioneve, ky projekt në total pritet të përfundojë brenda këtij sezoni veror.